Mungesa aktivitetit fizik dhe koha e tepërt të shpenzuar në rrjetet sociale i çon të rinj deri te dhuna në mesvete, thot psikologja Ajla Bilali. Sipas saj, vetëdhunuesi duhet të shikohet si rast për trajtim, pasi ai në të kaluarën e tij ka qenë viktimë e dikujt tjetër. Gjithmonë e them se dhunuesi në vetvete ose dhuna në term në vetvete është një alarm thirrjeje për individin. Sepse ai fëmijë ose ai individ, ai ri nuk është i vetëdijshëm me problemet me botën e tij të brendshme me të cilat po ballafaqohet. Këtu janë probleme të pasgjidhura nga fëmijëria e hershme, presionet ashtu siç e përmendë pak më lart, konflikte të pasgjedhura dhe në këtë mënyrë ai vendos të jetë i dukshëm në shoqëri. Bilali theksoi se dhunuesi gjithmonë dëshiron të ketë favore në shoqëri për të qenë më i forti. Psikologja thekson se punën më të madhe ka familja për të punuar me ta, duke i dëgjuar, përkujdesur për anën emocionale e pastaj kyçen shkollat, qendrat e shëndetit mendor dhe institucionet tjera kompetente. Pandemia ka ndikuar në një farë mënyrë negativisht tek të rinjt, tek njerëzit në përgjithësi, sepse gjithçka filloi me aktivizimin e rrjeteve sociale. Kjo ndodh për arsye se gjatë gjithë kohës të rinjt e kalojnë kohën në rrjete sociale dhe çfarë shohin në rrjetet mendojnë se ajo është një gjë e vërtetë. Dhe sidomos këtë e bëjnë për disa klikime për të qenë më të favorisuar në rrjetin e tyre shoqëror. Periudhën e fundit në Maqedoni ka ndodhur disa raste të rënda të dhunës mes të rinjve nën 18 vjeç. Sipas UNICEF-it, në Maqedoninë e Veriut 23% e të rinjve të moshës 13 deri në 15 vjeç kanë raportuar se janë përballur me bullizëm nga bashkëmoshatarët të paktën një herë gjatë muajve të fundit, ndërsa raportet e institucioneve tregojnë për qindra raste të regjistruara të fëmijëve viktima të dhunës seksuale. Po ashtu, UNICEF ka publikuar se më shumë se 2/3 e fëmijëve të moshës 1 deri në 14 vjeç përjetojnë disiplinë të dhunshme në familje, përfshirë agresion psikologjik dhe ose ndëshkim fizik. UNICEF u ka bërë thirrje institucioneve për forcimin e mbrojtjes ligjore, mbështetjen e prindërve, trajnimin e stafit në shkolla për identifikimin e hershëm të dhunës dhe rritjen e sigurisë së fëmijëve edhe në hapësirat online.